Gjeni kush ka vu telat. Unë jam tem, edhe nifem për vendimet e mia spontane. Isha tu e menu vetëm një javë a me vu maskerinat apo ja, edhe thash po kontaktoj Diana Dental, sepse kam pa që është super e famshme për vendosjen e maskerinave. Unë fakt shkova me idenë e maskerinave. Nuk e kisha pa ndonjëherë këtë pajisje. Që ta skanote komplet gojen pa pas nevojë me vu atë masën e çuditshme. Tu doktoresha po më shpjegote se ç'është problemi, edhe direkt të nesërmen vendosme me vu telat. Arsyeja pse vendosme me vu telat është për faktin se unë dosha me rregullu kafshimin mi të tana, edhe to janë që rezultojnë më të shpejta. Çështja se unë nuk kisha qef me vu braketa ceramike, ko që rritu që ishte ankohen, edhe doktoresh Diana më ka gjetë braketat e të dukshme, telin e të dukshëm, nuk e di të me thënë gjigante, i ka gjetë në kohë rekord. Që mos flas për pozitivitetin e saj, që në momentin që hin klinik nuk e di thjesht mbi ngarkohesh nga energjia pozitive, edhe doktoresha është shumë e komunikueshme dhe shumë e aftë. Nosta harrova me thënë që un kam pas tela dhe kur kam kanë 10 vjeçë, edhe normalisht dhamt ndryshon. Por nuk ma ka marrë mendja që ekzistojnë tela kaq të dukshëm, kërkush nuk mi ka dallu derisa është super afro. Thjesht nuk kam fjalë për cilësinë e punimit, cilësinë e produktit, edhe mezi pres mi u tregu rezultatin.